Sot do shikojmë këtë një program Scratch që është kjo Volt Race. Tani le ta shikojmë se çfarë do bëhet në këtë projekt. Po, po shkruajmë këta murin. Kjo anija drejtohet me mouse, domethënë aty ku shkon ajo kthehet gjithmonë drejtimin e mouse-it. Edhe duhet që ta lëvizim nëpër labirint. Derisa të vej këtu tek ishulli. Edhe s'duhet që të preki këto se të plasë. Atëre fillojmë. Po kopjoj këtë projekt linkun këtu, copy link address dhe po e hedh nga diftarja tjetër që punojmë live. Ose po e hap këtu, më mirë po e hap këtu në këtë diktare. Pastaj move tab to another window dhe do kaloj këtë diktare nga ekrani tjetër. I bëjmë remix. I bëjmë edhe remix. Edhe vazhdojmë tek controlling. Tani si e kontrollojmë këtë vakën? E kontrollojmë në fillim është direction 0, pastaj vetëm në një vend të caktuar, në një pikë të caktuar XY dhe pastaj përsëri gjithmonë point towards mouse pointer. Domethënë gjithmonë kthehet drejtim të mouse-it dhe lëviz me një hap. Atë jo, se ndoli shumë. Server Scratch një problem me soi. Paska Scratch problem. Server Scratch. Po kam. Mirë, po e lëmë të e bëjmë pak më vonë ose e bëjmë një tjetër, shikojmë... Po suat e bëjmë në shtëpi. Në rregull. Po suat e bëjmë në shtëpi. Le të shikojmë ca pyetje nga testet. I bëjmë së bashku, pash se ju mund t'i keni vërë. Atëre, kemi këtë pyetje. U hapë, nëse u hapë. S'ka gjë, se... E në për pas. Pas ka ca probleme, kështu që e lëm për në vonë, e bëjmë vonë. Shikojmë ca pyetje nga testet dhe pastaj kemi prapë sot. Se mirë se më ngatrojmë si që janë të natura renditje. Janë që natura, kështu që s'ka gjë, mos shikoj aty, vetëm shikojmë këtu. Vetëm shikojmë këtu dhe bëjmë bashkë. Një direktori përmban këta skedar. Shkruani skedarët që shfaq komanda ls edhe me këtë model, me këtë pattern. Atëre, po e selektoj këtu, i them Ctrl+C, që ta kopjoj, shkoj të terminalit, do t'joj një direktori më të dirë, një direktori bosh, më të dirë. Nuk ka rëndësi se çfarë quaj. Është bosh. Tani, i bëj Ctrl+Shift+V, paste, edhe shkoj touch. Touch krijon këta skedarët në këtë direktori bosh. Pra kemi këta skedarë në këtë direktori. Tani, komanda që do japim ne është ls, Ctrl+C dhe pastaj Ctrl+Shift+V. Edhe kena nxjerr vetëm këtë bonefish, kështu që përgjigjja është kjo bonefish, e bëj copy këtu, paste. Shishi, unë e kam pak më ndryshë, jo se që më nxjerr përgjigje. Okej, s'ka gjë. Tani, tani ta kuptojmë të komandë se... E kam kuptar më këtë, kam ma dhe kodin, copy, pas e vetëm kodin. Dakor, edhe ashtu funksionon, sepse ka qëlluar që s'ka skedat të tjerë që përputhen me këtë. Po të ishte në një skedat tjerë që përputhet me këtë shprehjen, do kishte dalë edhe ai skedat tjerë. Kurse kur e ke në një direktori, se kjo thot një direktori përmban këta skedar. Tani supozojmë që kjo direktoria nuk ka skedat të tjerë, ka vetëm këta. Nëse masat e pyetja do të ishte pak më e qartë, po s'ka gjë. Nuk ka shumë rëndësi. Tani, ta kuptojmë kryesorja, ta kuptojmë se pse e nxjerr këtë rezultat. Atëre, këtu me klapat katrore kemi një, domethënë, ose A, ose B, ose C. Pra fillon ose me A, ose fillon me B, ose fillon me C. Kush fillon me A, me B, ose me C, një nga këto tre. Këto katër tjera s'ka mundësi që dalin, se nuk fillon me A, ose me B, ose me C. Ja me D, E, F, e me K. Kjo fillon, pra, kjo këtu thot që fillon ose me A, ose me B, ose me C. Pra shkronja e parë është një nga këto, ose A, ose B, ose C. Pastaj yll mund të ketë disa shkronja, ose asnjë. Çfarë lloj shkronjash? Pastaj ka një E, pastaj ka disa shkronja të tjera, ose asnjë,
Dhe këtë pyetja është një shkronjë, pra ka dhe një shkronjë pases, të paktën një shkronjë, ka një e dhe ka të paktën një shkronjë pases, një ose më shumë shkronja. Atëre, kush ka e këtu, kjo s'ka e fare, kjo ka e, edhe kjo s'ka e fare. Atëre, vetëm kjo përputet me këtë E ka ve, jo, ka dy e. Jo, po, pasi ka filluar me A, nga këto që filloj me A, kjo ka ka me atë të shkronjës B. Po, do t'i plotësoj gjitha ato kushtet, do të filloj me A ose me B ose me C dhe do të ketë një E. Po kjo E-ja do të ketë në fund, do të ketë një shkronjë tjetër, se kjo është një shkronjë ose një karakter. Pra do të ketë një E që s'është në fund. Edhe vetëm kjo e plotëson atë kusht, prandaj del vetëm ky emër skedari. Sepse bashkë këtë shprehjen e zëvendëson me ata emra skedarësh që përputhen me këtë model ose me këtë shprehje. Edhe vetëm ky emër përputhet me atë model. Dakor? Do shikojmë sa të shikojmë, se pasi se shikojmë do të. Cila komandë pastron terminalin? Nga këto? E thjeshtë. Cila? Clear. Se e përdorim gjithmonë. Po. A kemi përdorur E ti apo sa jam të ndje para. Cili opcion bën që komanda rm të kërkoj konfirmim para se të fshijë një skedar? Minus i, minus as, minus -f, minus f, minus r. Tani ne e kemi bërë këtë, edhe po të shikosh mirë, që mos të ngatrohemi. E gjejmë që, do të thënë, minus i është interaktiv. Por mund të bëjmë edhe një tjetër, kështu mund të bëjmë rm help. Dhe kjo help na tregon opsionet edhe se çfarë bën secili opsion. Pas ka shumë në drejtën. Se ti ke Okej, tani, ja, opsioni dytë që nga minus i, prompt before every removal. Pra, para se ta fshi një gjë, të pyet në mënyrë interaktive. Ta fshi apo mos ta fshi, do të shtypësh ose y ose n, ose yes ose no. Pra, edhe nëse nuk e mbajmë mend, mund ta shikojmë me këtë komandën me opsionin help. Nëse se mbajmë. Atë i bëjmë një check. Kalojmë te pyetja e saktë, kalojmë te pyetja tjetër. Ti e ke bërë si më trasur ndjeja më thjesht në anë terminalit. Po. Pa përdorur atë më këdiri. Çfarë shfaqet në ekran pasi jepen këto komanda? cd tmp, mkdir1, mkdir2, print working directory. Faktikisht kjo mund të bëhet edhe pa i provuar këto komanda. Domethënë mund t'i provojmë këto komanda, edhe të shikojmë se çfarë shfaqet. Po ba. Mësim jam. Po. Mësim jam të vem. Agi, po duash mund të dalësh, nëse vjen telefoni tjetër, mund të hapësh derën të dalësh. Ja, si mos të dalin. Se do të ha, regjistrim prapë. Saktë. Nuk është tash një gjë e madhe, ja ta ku e mbyllim këtu. Jo, i bëjmë të mëdha këto. Ku e kishim ora? Apo e kemi. Unë e di që mbyllet kjo që dalim me madh, se ti s'po di do të mbyllet. Për të bërë testin të madh. Për të madhuar ato shmejnë pyetja. Megjithatë s'ka. Jo, nuk e ka ato opsion, se kërkova dhe nuk e ka. Okej, mos lodhim më kot. Kontinue. Staz më dhënë. Nuk e pas. Ka s'ma von shumë. Okej, ja kaq. Atëre, mund t'i kopjojmë këto dhe ta provojmë. Ctrl C, Ctrl Shift V, edhe shikojmë që rezultati është kjo, rezultati saktë. Po faktikisht kjo gjendet edhe me logjik. Se po ta shikojmë, cd/tmp, çfarë bën? Si çfarë, i bëja më thjesht fare unë. Shkon te direktoria tmp. Pastaj mkdir1, krijon një direktori me këtë emër. Mkdir2, krijon një direktori me këtë emër. Pastaj pwd, print working directory. Shfaq direktorin ku ndodhemi. Po ne llojim te kjo direktori tmp, kështu që këtu do shfaq, nuk ka këtë. Kështu që kjo është përgjigjja e saktë.
Pyetja tjetër. Cila komandë përdoret për të ndryshuar fjalëkalimin? Sudo. Jo. Unë citova këto. Fjalëkalimi quhet password në anglisht. Dhe komanda për të ndryshuar fjalëkalimin, mbas se s'po kam thënë, ka mundësi që nuk ua kam shpjeguar, kam harruar që t'ua shpjegoj këtë. Po komanda që përdoret për të ndryshuar fjalëkalimin quhet PASSWD. Password po është kuptuar. Është që Jo ne ke shpjeguar, po këtu në tash pas sudo, që jam thua autorizimi i ndryshimit. Ka mundësi që kam harruar t'ua shpjegoj këtë. Kështu që nuk është ndonjë. Po edhe po të pyesësh në Gemini, për shembull, vetëm se të thuash në Linux, se mos e ke kuptona. Ja ta zëm pyesim një Gemini. Cila komandë vetëm do t'i them në Linux, se bëva aki që edhe të që kuptohet. Që mund të një komandë tjetër në të Pythonit, të Java janë të ndryshme. Cila komandë në Linux përdoret për të ndryshuar fjalëkalimin? Ja ta thudaj, PASSWD. Si funksionon password? Okej, ja. Kish me sudo si që... Shpjegimi shkurtër. Po që se e përdor pa atë në Linux, ta shikojnë qa përgjigje do na japi, për kuriozitet. Nëse nuk ja them që në Linux. Mund të thotë më shpjegoni qartë të kujt komandë kërkoni. Ja ta heqë në Linux. Sa për kuriozitet. Cila komandë përdoret për të ndryshuar fjalëkalimin? Të një din gjë. Po, e sqaron ty, në Linux, në Unix, edhe në shumë komandë është password. Është vetë Java, është vetë Python se i kam lexuar. Po vetëm thotë që në Windows është kjo komanda tjetër. Do të thënë ta sqaron edhe për Linux edhe për Windows. Në Windows e pas ka me sudo, që ishte se i lexon poshtë. Sudo password dhe me përdorur. Jo, nuk është sudo, është një gjë tjetër. Net user. Nëse nuk ka rëndësi, pak rëndësi ka, kjo s'na hyn në fund. Atë shkojmë tek pyetja tjetër. Pra është password i bëra. Next page. Çfarë bën komanda pwd? Tregon direktorin ku po punoj, tregon një listë me fjalëkalime të përdoruesve, tregon një raport me përdorimin e rrymës elektrike në server, tregon fjalëkalimin e përdoruesit. Si thua? Lista fjalëkalimeve. Ja, tregon direktori ku po punoj, pwd, print working directory. Edhe këtë shumë mund të pyesësh Gemini ta thotë 100% e sigurt ta sqaron, po mund të se jo çdo gjë me Gemini, mund ta bëjmë edhe për shembull what is pwd. Jo që ne e kemi bërë 100 herë, komandën pwd. Ja tek këtu më lart edhe komandën pwd. Mund përdorim edhe këtë. What is pwd? Print name of the current working directory. Të jetë një shpjegim të shkurtuar me një rresht, tregon direktorin ku po punojmë. Check. Next page. E zëm se po punoni në direktorin /tmp dhe direktoria juaj bazë directory është homegene. Cila nga komandat e mposhme e përpion të gjithë përmbajtjen e direktorisë tmp test në direktorin test brenda direktorisë tuaj bazë. cpr. Tani gjitha kanë cpr, recursive. Dhe kopion direktorin tmp test, pra direktoria e parë do jetë tmp test, që është kjo këtu /test. Po faktikisht ne jemi në direktorin tmp, kështu që mund të jetë edhe .test. Sepse ne ndodhemi në direktorin tmp, kështu që mund të jetë edhe .test. Por në direktorin test brenda direktorisë tuaj bazë. Direktoria jonë bazë është homegene. Atëherë ajo do kopiohet në homegene test. Atëherë homegene test është kjo këtu.
kjo nuk është sakt dhe kjo nuk është sakt. Kjo do të jetë sakt. Tani, pavarësisht se kjo thot home Jane, ne e kemi home UV, unë e kam home UV për shembull. CD, unë direktorin bazë e kam home UV. Kështu që edhe mund t'i provoj këto komandat me duke krijuar një direktori TMP test, shkroj te direktoria TMP dhe I provoj me radhë këto dhe shikoj kush e kopion. Po, unë mendoj që është kjo e saktë. Pra, në vend të mund të ajo e drejta me ju. po, mund të jetë mund të jetë edhe kjo. Bëja të rënove që... Po, jo. Okej, ja po e provoj. Po shkoj te direktoria TMP, faktikisht unë isha te direktoria TMP, cd/tmp. Se ato që jeni në direktori TMP, po krijoj një direktori test. Më të dir test. Tani dua që këtë direktorin test ta kopjoj te direktoria home, do ta kopjoj te direktoria home UV test. Se direktoria ime bazë nuk është Jane, është UV, home UV. Që do ta kopjoj te kjo direktori. Po pritë shikoj një se mos kam një direktori test, nuk e kam një direktori test. Kështu që po e fshih të direktorin test. Se përndryshe nuk kopjet e tjetër. Tani nuk e kam. Edhe do shikoj se kush nga këto komanda ma kopjon. Atëherë bëj provoj të parën. Ish gabim e parën. E provojmë. Të gjitha do të provojmë, do të jenë gabim. Do shikojmë, e bëm punën apo se bëm. Po vetëm do ta ndryshojmë këtë me UV. Se kam... Po. E bëj punën kjo, e bëj. Kështu që është, mund të jetë pyetje gabim, mund të jetë përgjigjja e pyetjes gabim. Në kjo është përgjigjja saktë, po gjithsesi, po e fshih një herë këtë unë edhe po provoj edhe ato të tjera, se mbasi është në një nga ato të tjera të saktë. Kjo e para është saktë, ne? Është, domethënë, pyetja e gabim, domethënë që është shumë gabim kjo. Tani kjo s'është saktë, kjo s'është nevojë ta provojmë fare se ne jemi në direktorin TMP, e kopjon prapë në direktorin TMP, nuk kjo është direktoria test dhe direktoria home. Është komplet e gabuar, pra kjo test yll faktikisht direktoria test mund të jetë edhe bosh, kështu që test yll do dështoj. Kjo dështon, në rastin tonë dështon, sepse direktoria është bosh. Direktoria test është bosh. Pick test. Kjo mund të ishte saktë, po të kishte një slash në fund. Po kjo s'është saktë sepse i mungon një slash. Dale? Jo, e bëri dhe kjo, dale një sekond. E bëri. Faktikisht janë... Ajo është, to e kam bërë përgjigje, ajo është e fundit saktë. Dakor, po faktikisht edhe kjo është saktë. Është pyetje gabim. Ktu mund të ketë pak më ndryshe kjo, po edhe kjo është saktë. Faktikisht. Domethënë është pyetja me defekt, Se ka dy përgjigje të sakta. Nuk e ngatrua si shpjegoj. Ka dy përgjigje të sakta. Do të kishte vetëm një të saktë, por ka dy të sakta. Cila komandë e shfaq skedarin e fjalkalimeve me faqe? Shfaq listën në faqe të fjalkalimeve. Po, skedari i fjalkalimeve kush është? Ajo para, saktë. Një sekond. Skedari i fjalkalimeve është slashe të c/password. Dakor, kjo e shfaq, po nuk e shfaq me faqe. E para, dhe e dyta, kjo është shenjë riterkimi, që e ruan të skedarin me emrin les. Nuk e kalon te komanda les,
Kjo është redrejtim që rezultatin e asaj komandës kat e ruan në një skedar. Kështu që ne mund ta provojmë, po kjo nuk është e saktë. Se ca gjëra duken në qartë që nuk janë të sakta, edhe me sy. Kjo faktikisht ka krijuar të skedarin les. Se këtë e trajton si emër skedari, ndërsa ndodhet mbrapa kësaj e trajton si emër skedari, jo si komandë. Kjo les nuk nxjerr në një output, s'ka kuptim, edhe po ta provojmë, nuk do nxjerr rezultat. Les etc password. Kjo është faqe me faqe. Kjo është faqe me faqe. Se e kam kopjuar edhe një hapësirë bosh. Kjo është që është faqe me faqe. Se është komanda les që është faqe me faqe edhe ky është skedari i passwordëve, ky etc password. Kjo do ishte saktë po të kishte një kat përpara. Po vetë kjo nuk është komandë. Ne edhe mund ta provojmë. Po të kishte një kat përpara do ishte e saktë. Po, kështu siç është nuk është nxjerr bosh. gabim. Do të bësh modifikim. Po, edhe kjo është gabim, është lloj si kjo këtu, do të kishte një kat përpara, po prap, kështu që përgjigje e saktë është vetëm kjo. Kalojmë te faqja tjetër. Me çfarë kombinimi tastash mund ta plotësoni një komandë në bashkë? Si e plotësoni? Escape, Ctrl A delete, Tab, Alt F2, Ctrl D. Me tab. Po, tab. Shkruajmë 2-3 shkronja, shtypim tab, edhe ajo e plotëson vetë, nëse ka plotësim, nëse ka mundësi të plotësoj. E kemi përdorur disa herë tabin edhe unë nuk them. E shkruaj me vëmendje pyetje, se e dia që do të mos na trosha prapë. Unë ju them ju për shkakun që shkruajmë këtë, shkruaj tab. Ju them ndonjëherë. Po ju nuk e bëni tab, ju vazhdoni shkruani të plot atë komandën. Edhe shtypimente. Kështu që s'ka gjë. Kur shkruajmë komandën bashkë, cilat nga kombinimet e mëposhtme të tasterës e çon kursorin në fillim të rreshtit. Tani jemi duke shkruar, duam shkruajmë në fillim të rreshtit. Alt B, Ctrl A, Alt F, Ctrl D. Ctrl A. E kemi përdorur disa herë. Ctrl A shkon në fillim. Po për në fund, kush e çon në fund? Ctrl D. Jo, Ctrl E e çon në fund. Ctrl D ka kuptimin fund i të dhënave, mbaruan të dhënave. Domethënë ka kuptimin fund, Ctrl D. Po në fillim të rreshtit e çon Ctrl A. Çfarë shfaqet nëse japim këto komanda në një direktori bosh? Kjo është pyetje e komplikuar, edhe po të rita sqaroj. Po, vetëm në xhemet me se gjithonë dhe duket se ishte asgjë, nuk kuptoj saktë. Edhe po ta bësh me logjik, edhe unë gatrojm, po ta bëj me logjik këtë. Jam gatruar. Me komandën direkt. Po, e me komandën e kopjon, po do të krijoj një direktori bosh një. Jam të them këtu, po shkoj te direktori apo. Po e shik të direktori test 1, po e kryej edhe një, që tjetë bosh. I marri përvoj, tu jam dy komandat, ndara me presje. Ctrl C, Ctrl Shift V. Po. Se nga të me pyetje tjetër që e më ka qenë asgjë, që njason të pak. Po, kjo janë tre skedar. Skedari i parë është pik 120, 123, pik 124, edhe skedari tjetër është pik pyetje. Sepse e ka vënë me thonjza teke që të mos pa interpretoj bashkë këtë. Që erua. Tani bashkë këtu e kemi echo 4 pik pyetje dhe pik pyetja përfshin një karakter çfarëdo, po jo pikën. Këtë pikën se e përfshika. Po të përfshin edhe pikën, kjo komanda echo këtu. Jo, e përfshin edhe pikën.
E përfshin, jo, nuk e përfshin pikën. Nuk e përfshin Se po të përfshinte pikën, do nxiste këtë emrin pikë. Po nga që nuk e përfshin, atëherë kjo nuk bën meç me asnjë. Nuk bën meç me asnjë. Po se ka me faza teke që heruan, siç është më duket. Jo. Nga që kjo pattern, ky model nuk përputhet me asnjë emër skedari, atëherë Bashi këtë ja kalon si argument komandës echo ashtu siç është. Edhe komanda echo thjesht e printon këtë si argument. Pra, kjo nuk përputhet me asnjë emër skedari, nga këta që ndodhen këtu në direktori. Kjo është arsyeja që dalin 4 pikë pyetje. Është pak e komplikuar, është pak e vështirë, po duke bërë provën ne e gjejmë. Domethënë duke zbatuar këto komanda do ta gjejmë. Cila nga këto komanda nuk na jep ndihmë për komandën date? Info date na jep ndihmë, mund ta provojmë. Edhe help na jep ndihmë. Urdo? Edhe help na jep ndihmë. Po, pyetja është kush nuk na jep? Kush nuk na jep ndihmë? Mandate na jep ndihmë. Se jep faqen e manualit. Edhe info një lloj faqe manuali është. Date help, ja ta provojmë këtu. Edhe kjo na jep ndihmë. Na jep një faqe. Ajo nuk na jep date help pa viza pa gjë. Po, help date, kjo s'ka kuptim. Se komanda help përdoret për komandat e brendshme të Bashit. Date nuk është komandë e brendshme, edhe prandaj thotë këtu që no help topics match date. Sepse date nuk është komandë e brendshme. Kjo komanda help përdoret vetëm për komandat e brendshme. Çfarë bën komanda cp? Change printer. Change printer. Po. Ua, ne kemi përdorur atë komandën cp. Kopion skedar, copy. Kjo është shpërthim për copy. CP do të thënë copy. Kopion skedar. Po ne s'kemi folur fare për printerat në kurs, s'kemi përdorur fare printer, nga ne dalë. Nëse kjo është kopion skedar. Pyetja thjesht është, po s'ka gjë. Se jam mëson të lexoj me anglisht, më shumë se feja shqip që këpenti. Mirë. Nëse direktoria e tanishme është /usr, dhe direktoria bazë përdoruesit është home.me, ne kemi direktorinë home.uv faktikisht, këtu, direktorinë që kemi këtu, cila nga këto komanda e kopion skedarin e fjalkalimeve në direktorinë bazë me emrin fu. Pra ne ndodhemi te direktoria usr. Që ta kopjojmë skedarin e fjalkalimeve, do ta kopjojmë me path plot ose edhe me path relativ. Që këtu ku jemi /usr, shkojmë te direktoria rrënjë, pastaj etc password, ky path është i saktë. Pastaj shkojmë te direktoria rrënjë, pastaj home me fu. Kjo është e saktë. Për mendimin tim, kjo është e saktë. Ose më është ka të thënë. Ja të shikojmë. Kjo më duket e saktë, shikojmë të tjera. Tani, ne jemi në direktorinë usr. Shkojmë te direktoria rrënjë, pastaj shkojmë prapë te direktoria usr, pastaj ngjelet te direktoria usr, se pikë është direktoria ku jemi. Pastaj etc, s'kemi etc në direktorinë usr. Kjo është gabim, nuk kemi nevojë të vazhdojmë tutje. Shkojmë një direktori më lart te direktoria rrënjë, pastaj usr prapë, pastaj shkojmë prapë te direktoria rrënjë, pastaj /etc /password. Kjo është në rregull. Vetëm se këtu është gabim destinacioni është gabim, sepse këtu jemi te direktoria usr, home, nuk kemi direktori, home, në direktori usr. Kemi direktori home te rrënja, do të thonë /home. Nuk kemi në direktorin usr. Kështu që kjo është gabim, destinacioni është gabim. Usr password, jo, nuk është skedari usr password, është etc password. Emri i skedarit të passwordeve. Kështu që kjo është gabim, nuk vazhdojmë tutje. Usr password, edhe kjo është gabim, e saktë do të jetë vetëm kjo. Çfarë shfaqet në ekran nëse në një direktori bosh jepet komanda ls yll? Ylli shfaqet. Ylli shfaqet. Pse shfaqet ylli? Sepse shfaq listën. Sepse Bashi këtë yllin përpiqet ta zënxojë me emrat e skedarëve që ndodhen në atë direktori dhe që përputhen me këtë model. Po ajo është direktori bosh. Kështu që nuk gjen asnjë skedar që të përputhet me yllin.
Edhe me qëse nuk gjen asnjë skedar, nuk bën asnjë zvendësim, e lë yll, ashtu siç është. Edhe komanda ls merr një sekond. Se ls yll, do të thënë që kjo direktori duhet të ekzistojë. Nuk është echo, po të ishte echo kjo do dilte ylli. Po nëse është ls nuk kemi skedar me emrin yll, kështu që do dali ky mesazh i gabimit, mendoj unë. Ja ta provojmë. Ta provojmë, krijojmë një direktori bosh. E fshi direktorin test 1, e krijoj prap, që t'jetë bosh. E kontrolloj, bosh është. Tani bëjmë ls yll. Po, sepse bashi ja kalon yllin ashtu siç është, komandës ls. Meqense nuk mund ta zëvendësojmë asgjë, ja kalon ashtu siç është. Edhe ls kërkon që të shfaqë emrin e këtij skedari, po nuk kemi skedar me emrin yll. Ja, po ta që më se mos e ke fjalën për yll me fojza tek. Jo, thot, nuk mund ta aksesoj skedarin me emër yll. Nuk mund ta aksesoj, nuk ka skedar të tillë ose direktori. Nuk ka skedar ose direktori të tillë. Një mesazh gabimi nga ls që thotë se ylli nuk ekziston. Kjo është. Saktë. Faqja tjetër. Çfarë mund të thuhet për direktorin dir nëse komanda ls-l shfaq këtë rresh? Pra bëjmë ls-l edhe na shfaqet ky rresh. Një nga rreshtat që shfaqen është ky. Tani emri është dir. Tani çfarë mund të themi bazuar në informacione? Numri 512 është mallësia në barkë e kësaj direktorie. Jo, nuk është kjo, sepse mallësia është në këtë kolonë këtu, mallësia e skedarit, në këtë kolonë këtu. Numri 512 paraqet të drejtat e kësaj direktorie në formatin oktal. Jo, të drejtat paraqiten me këtë strigum këtu, të drejtat e skedarit. Që janë read write execute, read write execute, read write execute. Numri 123 është numri i lidhjeve links që ka kjo direktori. Jo, numri i lidhjeve është këtu, në këtë kolonë këtu. Kjo është mallësia e skedarit. Numri 512 është numri i skedarëve që ka kjo direktori. Kjo mund të jetë saktë. Mund të jetë fundit. Po, mund të jetë fundit. Numri 123 është mallësia në barkë e kësaj direktorie. Jo, kjo nuk është numri, po, saktë, nuk besoj që të jetë kjo. Numri mallësia në barkë e kësaj direktorie, ta shikojmë një herë çek. Po. Se te kjo kolonë është mallësia. Kolona para datës është mallësia, është data e krijimit ose modifikimit, edhe është emri i skedarit ose direktorisë. Që në këtë rast është direktori sepse është në direktori sepse ka këtë dhënë përpara. Cila komandë tregon datën në formatin GMT? Time, date, time. Po. Tashi, komanda time nuk ekziston më fare, nëse kemi përdorur në një. Ja po ta provojmë këtë, e provojmë këtë të parën. Command not found. Nuk ekziston komanda time. Komanda date e kemi parë që komanda date është për të treguar datën. Ja po ta provojmë këtë për shembull. Date tregon datën dhe orën. Po është date minus a. Po, date minus a. Tani thot në formatin GMT. GMT është green minus time. Është formati, domethënë ora standarde. Dhe mund ta provojmë këtu minus dhe ajo ka çu është minus a. Po, sepse kjo ka edhe kuptim se këtu po të ishte opcion do ishte pa vend bosh. Do ishte minus a, nuk do ishte minus vend bosh a. Kjo komanda date minus u është që tregon në formatin standard. Shiko çfarë thot këtu. Është kjo UTC. UTC është ose GMT, quhet ose UTC ose GMT, Universal Time, nuk e di, gjeti. Po që ky është, se po ta shikosh është ora 07. Faktikisht është ora 09.
Sepse ne jemi 2 orë diferencë nga ajo Greenwich Time, që është koha e Anglisë, ose ora standarde. Se 1 orë është Anglia është, po, Anglia. 1 orë është brezit orar, po jemi dhe me orën verore, që është 1 orë Po, jemi me Francën. Dakor, në Francën, po, është edhe ora verore që shkon 1 orë para. Kështu që i bie që jemi 2 orë diferencë nga GMT-ja, nga ora standarde. Pra, ora standarde 07, ne faktikisht e kemi orën 09, se jemi diferencë geografike, 1 orë, po jemi edhe diferencë stinore, se kemi edhe përdorim atë summer time. Ja, po ta shikosh këtu brezi orar CEST, Central Europe Summer Time. Po t'ishte CET, Central Europe Time, koha e Europës qendrore. CET, Central Europe Time, koha e Europës qendrore. Po ne kemi CEST, Central Europe Summer Time, është koha e Europës qendrore, po në verë, koha verore e Europës qendrore, që është 1 orë para. Prandaj lëviz 2 orë. Ja, tipim check. Shkruani komande që ndryshon emrin serverit file 1 në file 2. Pra, MV. Po, MV. Ajo përdoret edhe për të zhvendosur, edhe për të riemëruar. MV, file 1. Po friket ekran. Po. File 1, file 2. Pra, kjo është komanda. Nga file 1 do bëjmë file 2. MV, file 1, file 2. Më ka qasë vetëm MV, s'kish nevojë të bësh test. Ndoshta ekranën të dyja. Ka mundësi të ekranën të dyja. Cila nga komandat e mposhtme shfaq një listë dinamike të proceseve. I kemi parë këto komanda ps, jobs, top, ps3. Kush nga këto shfaq një listë dinamike? Dinamike ka kuptimin që përtërihet çdo 2-3 sekonda. ps3. Jo, s'është ajo, faktikisht. ps3 është një lloj si ps. Shfaq një listë proceseve, por nuk është dinamike. Nuk ndryshon. ps3 prapë shfaq një listë proceseve në formë pene, por prapë është dinamike. Edhe jobs shfaq një listë të proceseve të startuara nga terminali, por prapë është dinamike, është komanda top. Ne e kemi parë këtë komandë top, ja ta shkojmë edhe një herë. Top. Edhe mund t'i provojmë ato. Tani, pse themi që është dinamike? Shkon që kjo rifreskohet, po ta lëmë rifreskohet, pas 2-3 sekondash. Prandaj quhet dinamike. Po, që më pas ndalon rifreskimin me q. Tani ndalon me q. Po, komanda. Se këtu thotë që shfaq një listë dinamike të proceseve. Të gjitha këto shfaqin një listë procesesh, po dinamike është vetëm kjo top. Kalojmë tek tjetër. Nëse /home/test është një direktori, cili nga këto shtigje të çon gjithmonë në të njëjtin vend? E para, aja. Tani pick home test. Ose edhe 2 pikat. Tani kjo të çon te direktoria test vetëm po të jemi tek rrënja. Po të jemi në një vend tjetër, ky path nuk ka kuptim. Nëse bëj cd me këtë path, nuk të çon asgjikundi. Është gabim. Nëse jemi në një direktori tjetër, për shembull në direktorin home. Tani kjo që fillon me slash, fillon nga rrënja /home, pik shkon prapë në rrënjë. Pastaj kemi home, pastaj pik shkon prapë në rrënjë. Pastaj kemi test. Kjo të çon te direktoria /test. Nuk të çon tek home test. Se fillon me home, po pastaj bën pik shkon një më lart, shkon prapë te rrënja. Pastaj vazhdon prapë te home. Pastaj vazhdon prapë një më lart tek rrënja, pastaj test. Rezultati është që po të bëjmë cd me këtë path, me këtë shteg, të çon te direktoria /test. Tani, nëse jemi, kjo varet nga direktoria ku jemi. Kështu që kjo nuk të çon gjithmonë tek /test, tek home test. Prit. Të çon gjithmonë në të njëjtin vend. Po, kjo të çon gjithmonë në të njëjtin vend. Kjo të çon gjithmonë tek /test. /test. Po të shikojmë këto të tjera.
Kjo varet nga vendi ku jemi. Përtesa është path relativ, shkon një më lart, shkon te direktoria home, shkon te direktoria test, varet se ku ndodhemi, nuk çon gjithmonë në të njëjtin vend. Është shik pyetje e vështirë, nga analogjike, por tash ca pyetje do jenë të vështira, se do të gjitha lehta apo jo. Tani po të bëjmë cd/home, pik, ngelemi te direktoria home, pik, shkon te direktoria home, rënj, pastaj home, pastaj test. Kjo të çon prapë te kudo që të ndodhemi, kjo të çon te direktoria /home/test. Edhe kjo është saktë, janë dy të sakta, thjesht. Pastaj cd home, pik të prapë home, pastaj home, direktoria home, pastaj është gabim. Jo, po. Kjo është gabim. Që ose C ose D është për atë përgjigje. Formulimi është gabim këtu. Do të ishte formulimi të çon gjithmonë tek kjo direktori. Do të thënë po është C. Që të çon gjithmonë tek kjo direktori është D-ja. Që të çon gjithmonë tek kjo direktori. Formulimi i pyetjes është gabim këtu. Një sekond. Do të çon gjithmonë tek kjo direktori. Do të thotë do të çon gjithmonë tek home test. Të çon gjithmonë tek, cila nga këto shtigje të çon gjithmonë te direktoria /home/test. Se çështë është shumë saktë. Minister kursi. Të çon gjithmonë te kjo direktori është kjo, më saktë. Se edhe kjo të çon në të njëjtën direktori, por nuk është direktoria /home/ direktoria /test. Edhe kjo të çon tek e njëjta, të gjitha këto që fillojnë me path absolut të çon tek e njëjta direktori. Vetëm se nuk të çon tek direktoria /home/test, të çon në një direktori tjetër. Vetëm kjo të çon tek direktoria /home/test. Cila nga këto komanda fshin një direktori dhe çdo gjë brenda saj. r-r-dir, erase r-r-dir, mv-r-dir, m-r-dir. Po, kemi bërë 100. Që i shpjegojmë. Po, e kemi përdorim kështu disa herë. Nëse direktoria e pamishme është /usr, cili nga këto shtigje është i njëvlershëm në skedarin bin/bin/ds. Të pika /bin/ pik të lënë në direktorin USR. Pik prapë në direktorin USR nuk është kjo. Pik të çon te direktoria rënj. Pastaj bin/ds, po kjo është. Jo. Me skedarin, jo, se kjo ka vetë slashin mbrapa, ka vetë këtë pikën, që nënkupton që ds-ja ku është direktori. Është këta poshtë, pa pikën. Po, kjo është e saktë. Pastaj /bin/ds, kjo është gabim. Pastaj /bin, pik, edhe kjo është gabim. Shtegu absolut për të një direktori e caktuar është gjithmonë më i gjatë se shtegu relativ për kapës. False. False. Pse? Sepse shtegu relativ zakonisht është më i shkurtër se shtegu absolut. Po zakonisht, në disa raste, jo gjithmonë, në disa raste mund të jetë edhe më i gjatë, se mund të bëjmë shumë
pik slash vjen tek direktoria home, pastaj pik slash vjen prapë te direktoria home, pastaj pik slash vjen prapë te direktoria home. Domethënë po ta përsëritësh disa herë këtë, ajo bëhet edhe më e gjatë se shtegu absolut. Siç i kam disa shembuj më përpara. Kështu që zakonisht është më i gjatë. Shtegu absolut zakonisht është më i gjatë. Po jo gjithmonë, në disa raste mund të jetë shtegu relativ më i gjatë, prandaj është pauzë. Cilin nga skedarët e mëposhtëm liston kjo komandë? Finde pik.txt. Këtë të parën thoni. Po pse, kjo ka file, pastaj ka pik, okej, në rregull, pastaj këtu kemi nga 0 te 9. Duhet një shifër. Pra, ose është kjo që fillon me 0 ose është kjo. Se këtu kërkon një shifër. Me klapa katrore dhe pastaj kemi një range nga 0 deri te 9, kjo tregon që aty duhet një shifër. Pastaj kemi prap klapa katrore këtu dhe kemi këtë klasën e karaktereve digit. Digit prap kërkon një shifër, pra edhe e dyta duhet të jetë një shifër, ja ose kjo. Pastaj në fund duhet të ketë edhe një al-num. Klasa al-num është alfanumerike, që përfshin edhe alfabetin edhe numra, shifra. Kështu që kjo s'ka asgjë këtu mbrapa. Rasti D nuk ka asgjë. Kurse kjo ka këtë njëshin, që është shifër. Shifër, por shifra përfshihet tek klasa al-num, se kjo përfshin edhe alfabetin edhe numra. Kështu që përgjigjja B duhet të jetë sa. Çfarë shfaqet nëse japim këto komanda në një direktori bosh? Është ngjashme kjo, po tani këtu ndryshon se këtu na pyetën e parshme, po nuk kemi Asgjë. Po, ja ta provojmë. Krijojmë një direktori bosh. Dhe i japim këto komandat që të krijojnë këto skedarët, Ctrl+C. Tani japim këto komandën echo. Tani pse na shfaq të skedar? Se kjo pikpyetja është një karakter special që shelli mundohet që këtë shprehje ta asocioj me skedarët në këtë direktori që përputhen me këtë model, me këtë shprehje. Dhe karakteri special pikpyetje përputhet me çfarëdo lloj shkronje, me çfarëdo lloj karakteri. Po kështu edhe kjo është çfarëdo lloj karakteri, po kështu edhe kjo është çfarëdo lloj karakteri, edhe kemi një pikë këtu. Domethënë kemi pikë edhe 3 karaktere nga mbrapa. Atëre edhe kjo është pik 3 karaktere nga mbrapa, pik 3 se ka të karaktere pikpyetje. Në këtë rast ato pikpyetjet janë vetë karakteri. Pikpyetje. Skedari me këtë. Kjo është pik 3 karaktere nga mbrapa, edhe kjo është pik 3 karaktere. Pra të 3 ato përputhen me këtë model, me këtë shprehje. Pik yll. Edhe kështu që komanda echo merr këto 3 si argumente dhe i shfaq. Kështu që shfaq këtë gjë. Përgjigjja e saktë është kjo. Në cilën direktori do jemi pas zbatimit të këtyre komandave. mkdir minus f dir1, dir2, dir3. Atëherë kjo do krijoj 3 direktori. Dir1, pastaj direktoria dir2 brenda direktorisë dir1, pastaj direktoria dir3 brenda direktorisë dir2. Pastaj cd dir1, dir2 shkonte direktoria dir1, dir2, cd dir3 shkonte direktoria dir3. CD minus shkonte direktoria që ishte para se të bënim të CD-n e fundit, që ishte dir1, dir2. Pastaj CD minus shkonte direktoria që ishte para se të bënim të kjo direktori, që është direktoria dir3. Kështu që unë them që direktoria saktë është treshi. Është kjo dir3-shi.
Po, edhe mund ta aprovojmë këtë. Ose I provojmë këto komandat një nga një. Se ndajme Se janë të ndara. Po, janë ndara me këtë presje. Ctrl C. Krijoj këto tre direktori. Ajo komanda nuk e dir -p. Po të mos jepim këtë -p do refuzonte, sa kohë që direktoria D1 nuk ekziston, direktoria D2 nuk ekziston. Po me që I dham këtë -p, ato direktori që nuk ekzistojnë I krijon automatikisht. Kështu që krijoj këto. Tani bëjmë CD D1 D2. Edhe jemi tek direktoria D2 tani. Tani bëjmë CD D3. Dovete D3 shi. CD D3. Shkonte D3 shi. Tani bëjmë CD minus. CD minus. Shkonte direktoria ku ishim para se të bëjmë CD-n e fundit. Tani do bëjmë edhe një tjetër CD minus. CD vend bosh minus. Është një shi. Jo, sepse kjo minus nuk do me thënë një direktori në sipër, po do me thënë direktoria ku ishim para se të bëjmë CD. Pra, ku ishim para se të bënim këtë CD-n? Ishim të dyshi. Para se të bënim këtë CD-n këtu sipër, ishim të dyshi, kështu që kjo na çon të dyshi. Tani, kjo thotë që shkote direktoria e mëparshme. Ku ishim para se të bënim këtë CD-n? Ishim këtu tek 3-shi. Kështu që na çon prapë tek, pra nuk na çon një më sipër, por na çon prapë te direktoria ku ishim para se të bënim CD-n e fundit. Kështu që është div 3-shi. Gjë e saktë. Edhe këto janë gjitha pyetjet e testit 1. Po edhe testin 1, ndoshta testin 2 e bëjmë të hënën tjetër ose diçka e tillë. Po, të pak skashi se. Ha? Urdhë? Tani bëjmë pak skashi në bëjmë gjysmore scratch apo sa të arrijmë, edhe të mbyllim. Atëherë Ti bëj një refresh. Okej, po hap tani po punon rregull. Jam pa bëjmë full screen këtu. Që të kemë më shumë aftësi. Atëherë, do bëjmë këtë blokun që të kontrollojmë vargun. Kur të klikohet flamuri, point in direction 0, go to XY, edhe forever, point towards mouse point. Atëherë marrim kur të klikohet flamuri, point in direction 0, point in direction 0. Pastaj go to XY, marrim go to XY e vendosim këtu. Dhe marrim një forever, përshkritet pafundësisht. Point in direction, point towards mouse pointer. Dhe move one step. Stop. Move one step. Save, e provoj. Tani mua më lëviz nga sipas drejtimit të mouse, nëse lëviz mouse-in. Ashtu. Kaq. Këtu ka dhe një problem, po ta provojmë. Arvisht, shikoj që po ta lëm mouse-in pa lëvizur, kur vetë mouse-i kjo, bën para mbrapa. Atëherë, këtë do ta zgjidhim me këtë kodin këtu. Duke e vënë të ifin përpara kësaj point. Nëse distanca është më e madhe se 5, atëherë këtu do marrim një if. Edhe vëm mes të foreverit. Dhe do ta vëm, po, këto I vëm brenda ifit. Dhe këtu do vëm, do marrim të më e madhe. Dhe tek, apo jo, ku ishte kjo? Distance, po, tek sensing. Distance to mouse pointer. Distanca nga mouse-i është 5.
i bëj save, e provoj prap. Edhe këtu nuk nota ai fenomeni. Sa që lëviz mausin unë, ajo shkon drejt në mausit, po nuk e bën atë punën që bën detara mbrapa. Kështu që kjo është më saktë. Tani crashing, kur të prek ato muret... Normal shumë me lesën e parë, ja, kaloj. Dakor. Po nuk është, ja, po tani mausi pa prekur shikoj çfarë ndodh. Se shkon para mbrapa, atëherë do t'i vëmë këtë ifin këtu. Do t'i vëmë dhe këtu do vëmë këtë me madhe. Dhe këtu tek sensing do marrim distance, kush distance? Distanca nga mausi është 5. I bëjmë save. Dhe ta fëni për dhe prapë. Se ke bërë remis, bëjmë remis dhe save. Tani përvëndi e këtën kjo, go do. Kështu që kur klikojmë pra mirë në shkon prapa du në fillim ajo, në këtë pozicion. Po, e provojmë. Po ta lësh pa lëvizur shihet. Nuk e pa të Nuk e bën atë, është më mirë. Apo jo? Po, është më mirë. Tani do bëjmë që të përplaset me, do më thënë, kur të përplaset me ato muret të mos vazhdoj të eci, po të flet në para. Jo, po e flet në para. Atëre do bëjmë një kostum për plasje, hit që ka kjo, një kostum të ri dhe do bëjmë që si shkatërohet. Shkatërohet. Shkojmë të kostumet, bëj duplicate, e quaj këtë hit, enter, dhe po që se, qa kemi në këtë stikë? Me qa da bëjmë e këtë, e bëjmë pa të përve një konvert të vekët? Jo. Si do bëjmë në këtë në këtë konvert? Do ta bëjmë me select Ose ato vëshërët, se bëjë prejtë. Ku është vëshëra? Ku është vëshëra? Lecom kësu. Apo jo. Qa është? Brush. Apo mos do t'jetë bitmap. E kemi një në bitmap, se në bitmap i kemi këto veglat. Atje në vektor, e kemi në vektor, se aty i kemi këto veglat që të punojnë më mirë me imazhin. Në bitmap s'kemi shumë mundësi. Atëre bëjmë çfarë? Reshape. Reklam. Ku është ajo reklam? Për ta shikojmë në. Ja. Për ta shikojmë që anë të se... Marrim të... Convert për vetë. Use the select tool. Po pra, select po kërkoj janë, po pse se gjia select tool? Ku e kemi select? Ja ta kalojmë edhe në bitmap. Ja ku është select, ja ku kemi select. Kemi këtë select, e kthejmë në bitmap, ashtu siç ishte, dhe marrim këtë select, e selekton një pjesë edhe Që sem një pjesë. E lëviz, e rrotëllon pak. Të katërori. Me këtë këtu select. Klikon këtë këtu, pastaj me një pjesë tjetër, e rrotëllon pak, e lëviz pak, me një pjesë tjetër,
mund ta rrotullojmë pak elizin që duket sikur po shkatërrohet, sikur është shkatruar. Selektoj. Ja, këtu. Edhe vetë gjë kështu si vakë e thyer. Nuk e bëra shumë të mirë, po s'ka gjë. Mund ta fshih këtë, ta bëj edhe një dupliket, edhe ta bëj edhe një herë më mirë nga e para. Megjithatë po e lëm kështu siç është për momentin. Pra bëjmë të kostumin e dytë, me emrin hit. Tani do shkojmë te kodi. Shkojmë te kodi. Dhe do bëjmë edhe një if tjetër brenda kësaj forever. Nëse preket kjo ngjyra kafe, që është ngjyra e këtyre mureve, switch costume to hit, say no for 2 seconds, switch costume to normal, edhe pastaj shkon në fillim. Atëre, këtu brenda kësaj forever do bëjmë edhe një if tjetër. Control if. Tani kushti këtu është që kur të preki këtë ngjyrën kafe të këtyre mureve, atëre tek sensi marrim touching color. Touching color dhe tu kur zgjedhim ngjyrën marrim pikatoren dhe zgjedhim fix këtë ngjyrë që ka kjo, ngjyra kafe. Pra kur të prekim ngjyrën kafe të mureve, çfarë do bëj? Do bëj switch costume. Switch costume to hit. Do thot say for 2 seconds, për 2 sekonda. Pastaj do bëj prap switch costume. Switch costume to normal. Dhe do shkoj tek do bëj këtë go to në këtë pozicionin këtu, go to dhe pointing direction. Apo e shkëputëm, po e bëj duplicate, edhe një kopje e vë këtu, një kopje e vë këtu, edhe e bashkoj. I bëj një save, e provoj, tani më del kjo kostumi që ka ngelur, kështu që do bëj një switch costume këtu në fillim, switch costume to normal, switch costume to normal, save, e provoj, tani ecën, nëse përploset memorin për 2 sekonda, edhe pastaj fillon prap nga pozicioni fillestar. Okej. Poshtë të parë, brenda forever, e qëmë poshtë, edhe pak poshtë, aty. Brenda forever, po poshtë i tjetër. Tani, touching color, është kjo këtu, touching color, tek sense. Pra, kjo është kushti, kur të preki ngjyrën, jo, është tek nga vime, është brenda ngjyrës. Me aplikatorin poshtë, edhe me ngjyrën kafe. Tani kur të takoj atë ngjyrën kafe, do bëj switch costume to hit. Ja, se po ta them unë. Ka merr switch costume tek lux. Switch costume. Tjetra. Po. Pastaj say no, prapë te lux, say e para fare. Po. B no atë.
Pastaj, mirë, një sekonda. Mire ka. Pastaj, do bëj prapë switch kostum të normal, pas asaj. Po, mbas asaj, no? Dhe, një sekundë, tani do shkoj edhe këtu te pozicioni i fillimit, po, te pozicioni i fillimit shkon me këto dyja. Atë po e shkëpus këtë, i bëj duplicate, një kopje e vë këtu, dhe një kopje aty ku ishte. Edhe këtu para se të bëj këtë, do bëj edhe një switch kostum të normal, kjo. E bashkojmë, i bëjmë save, edhe e provojmë. Kramull. Po, tani bëjmë 2 sekonda dhe fillon prapë nga fillimi. Okej. Po, tani po ta shikojmë këtu, kemi këtë si me gjithë verë, si kun ishulli, këtu në cep. Tani, nëse do vej këtu, atëre quhet fitore, nëse arrin këtu. Po. Tani, këtë pjesë do bëjmë. Atëre, do bëjmë edhe një if tjetër, si punë e kësaj, if touching color, po do bëjmë gjyrën e kësaj. Atëre do marrim këtë control. If tjetër, edhe do bëjmë kopje të tyre dhe të poshtë. Jo. If touching color këtu tek sensing, touching color, Arvin, më shikon një mua, pastaj dhe pise, nuk mund të më ndjekësh edhe mua dhe të dëshara. Ta bëj një pastaj veti. If touching color, ndryshojmë ngjyrën, marrim me aplikatorin ngjyrën e ishullit këtu. Pra, nëse arrin këtu tek ishulli, atëre është fitore e lojës. Atëre çfarë do bëjmë? Le ta shikojmë këtu se kemi. Say por 2 sekonda dhe stop all. Këtu mbaron loja. Atëre say për 2 sekonda, edhe kemi tek control stop all. Në fund. Brenda ai. Edhe vim save. Edhe ta testoj një herë, do në qikë. Ka të testoj atë. I bëj një save dhe testoj dhe sa të vete kishullim. Sa ti bëj këto. Okej, ja shikoj se i kam bërë atë. Sa ta testojmë dhe e bëjmë bashkë. Edhe mbaron loja atë. Bera, poshtë këse, apo më poshtë? Jo, e ke bërë shumë mirë. Aty. Se më dërë këtu? Jo, aty. Brenda forever dy, aty. Po. Është brenda ifit tjetër? Jo, brenda ifit, jo, jashtë ifit, po, në fakt, se bashkë, jashtë ifit, po, aty. Në shqip pjesa tjetër... Pjesa se i je, apo se i po, apo se i fitore, dhe shka e tillë. Po, edhe stop all, që të ndaloj programi. Të kontrol në fund, aty, po ajo stop all. Aty, bëj një save, edhe provojmë këtë që kemi bërë. Mapsi me kujdes, aty se që mos sa përplacesh.
Po, edhe mbaron programi. Tani, ky program ka edhe ca gjëra tjera, por unë them që ta lëmë edhe të vazhdojmë. Ose në shtëpi, edhe po, e shikojmë nesër. Çka ka tjetër këtu? Mund të shtojmë një timer. Shkon kohën, për sa kohë ta bëjë atje. Po. Shtojmë këtë kohën që të masim sa kohë që mund ta bësh për 1 minutë të ndalon në vend po e humbe. Jo, e bëj një kohën 0 dhe pastaj e shton gjithmonë kohën për të matur se për sa kohë arrin në destinacion. Po. Se po do që ti fillon nga fillimi, po koha nuk fillon nga fillimi. Po do që prap ti kthesh nga e para, po koha vazhdon. Edhe qëllimi është që ta bësh në një kohë sa më të shkurtër. Kush e bën në një kohë sa më të shkurtër? Ti e bën për 5 sekonda, unë e bëj për 7 sekonda, fiton ti kështu. Pastaj një tjetër është që të shtojnë edhe pengesa ose po. Këto booster janë që i shtojnë shpejtësinë. Po prekun nga këto i shtojnë shpejtësia apo lëviz më shpejt. Që është e vështirë për me të ikën nuk e kontrollon dot. Po. Dhe mund të bëjnë këto duke vizatuar atë, duke hapur këtë kostumin e kësaj, të backdropit edhe duke i vizatuar me ngjyrë të bardhë. Dhe pastaj pasi ke vizatuar me ngjyrë të bardhë, nëse prek ngjyrën e bardhë, lëviz 3 hapa përpara. Me shpejtësi. Po, me shpejtësi. Dhe pastaj mund të bëhet edhe një tjetër mund prokuesi hapë mbyllë si dogan. Po, kjo mund të bëhet edhe kështu, si duke u rrotulluar. Kjo mund bëhet vetë me rrotullim, se pas të projekti. Po, e vizaton këtë me të njëjtën ngjyrë siç janë edhe këto, që po të takoj këtë të përplaset, anier që s'duhet ta prekë atë. Dhe pastaj as mos të tek ajo kur jenë duke kur ajo rrotullohet. Po. Edhe bën këtë forever, edhe turn kjo bën që të kthehet në 1 gradë. Edhe nëse kjo e bën vazhdimisht ajo rrotullohet avash avash. Po, rrotullohet avash avash. Edhe e kap kur me shpejtësi atë. Edhe challenge mund ta bëjmë edhe me sound effect, që kur përplaset një muri për shembull, bën një z të dëshuruar për shembull. Z kur thot jo jep një sound. Po. Ose të fitoria urra e tyshë ka. Po. Ose kur vete atje ta bëj urra ose një gjë e tillë, ose ajo cheer që është kështu kur arrin tek si po ne që kishin te e futbollit. Kur arrin tek finishin. Mund të shtojnë edhe pengesa të tjera, për shembull, që ose lëvizin ose janë statike, mund të shtosh edhe pengesa që lëvizin para mbrapa, po si pun peshkaqeni, që lëviz para mbrapa, që s'duhet ta prekësh peshkaqenin, duhet të kesh kujdes mos ta prekësh, për ta bërë lojën më të vështirë. Edhe kështu, mund të shtojnë edhe nivele të tjera, pasi arrin te finishi, deri një figurë tjetër me një nivel më të vështirë. Të ndërrosh labirintin. Po, të ndërrosh labirintin, bësh një labirint më të vështirë. Të rrob atë, që si bën, theme si. Po. Edhe këto provojnë në shtëpi dhe i shikojmë herën tjetër. Kështu që i shohim pas nesër. Po, kështu që për sot po e mbyllim, kështu në katë.